Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të lërë në fuqi masën e pezullimit nga detyra ndaj Belinda Balluku duke rrëzuar kërkesën e saj për ndryshimin e masës së sigurisë. Vendimi konfirmoi qëndrimin e shkallës së parë, e cila në dhjetor të vitit kaluar kishte vendosur këtë masë në kuadër të hetimeve që po zhvillohen ndaj saj. Gjatë seancës, mbrojtja e ish-zëvendës kryeministres dhe ish-ministres së infrastrukturës dhe energjisë argumentoi se masa e pezullimit nga detyra nuk ka më efekt juridik, pasi Belinda Balluku nuk ushtron më funksionet përkatëse publike. Po ashtu avokatët theksuan se është i kaluar afati 3 mujor i kërkesës së bërë nga SPAK, duke kërkuar kështu rishikimin e masës së sigurisë. Megjithatë, këto argumente nuk u konsideruan mjaftueshme nga trupa gjykuese e apelit, e cila vendosi të mos ndryshojë masën duke e lënë atë në fuqi. Ndërkohë, betejë ligjore e Belinda Ballukut vijon në një tjetër shkallë të sistemit gjyqësor me 9 prill. Në gjykatën e lartë pritet të shqyrtohet kërkesa e mbrojtjes për heqjen e masës, ndalimi për të dalë jashtë vendit. Avokatët argumentojnë se nuk ekziston rrezik dhe se ajo ka shprehur gatishmëri të plotë për tu përballur me drejtësinë dhe për të sqaruar akuzat ndaj saj.